pas moshës 12 vjeçare dhe mbaron në moshën 15 dhe 16 vjeçare dhe pjekja, zgjerimi i kockave dhe pjekja e indeve pastaj mbaron në moshën rreth moshës 27 vjeçare. Kjo moshë është shumë e ndihshme, pasi që rritja është e shpejtë dhe rutina ditore është e vazhdueshme si ka qenë më parë. Nëse ne kemi një fëmijë që kryen disa orë në shkollë, disa orë në një kurs, disa orë në shtëpi duke kryer detyrat e shtëpisë, gjithë kohën është në pozitë jo të mirë për shtyllën, qafën, ndoshta edhe nyjet periferale. Fizioterapia luan një rol shumë të madh këtu. Pse? Ndihmon apo jep disa këshilla se si mund të zhvilloj muskulaturën që të rritë stabilitetin e shtyllës së kurrizit. Sheh se a kemi ndonjë ndryshim fillestar tek nyjet periferike apo edhe tek shtylla e kurrizore e fëmijës. Tani këtu unë ju sugjeroj të gjithë prindërve që së paku vetë të bëjnë një ekzaminim dhe nëse është mundësia pse jo të bëjmë edhe një kontroll tek fizioterapeuti në institucionet shtetërore afër ku i kanë në afër apo edhe tek të tjerat private. Fizioterapia luan rol shumë të madh, edhe parandalues, po edhe trajtues tek fëmijët që e kanë fazën e fundit të rritjes. Gjithashtu edhe traumat, apo po themi ndoshta pas operacioneve, raste të cilat duhet patjetër të trajtohen. Ne po qëndrojmë akoma tek fëmijët. Po, zakonisht fëmijët kanë disa trauma më të zakonshme që ndodhin tek shumica e fëmijëve dhe kanë disa fraktura shumë të zakonshme që ndodhin. Zakonisht janë tek gjymtyrët apo eshtrat e gjatë që i themi ne. Zakonisht janë te bryli, te kyçi i dorës, te kyçi i këmbës, është ashti më i gjatë i trupit që i themi femuri, shkaku i ndonjë ramje nga një lartësi e të tjera, shkaqe të ndryshme. Tani, këto fraktura shpesh mund të jenë edhe komplekse pasi që kanë një thymje multifragmentale, edhe tek mjeku ortoped është paksa e vështirë që të bëjë një trajtim operativ se don disa qasje më specifike. Tani, rehabilitimi është më i zërshëm për fëmijën se sa edhe operacioni, të themi, megjithëse operacioni ka rreziqet e veta. Të tjera, po. Pasi që operacioni kryhet dhe imobilizimi largohet, tani fillon koha e dhimbjeve për fëmijën, shkaku që atje është krijuar një kontraktur, një shtangim i indeve përreth nyjes. Në këtë fazë nuk duhet neglizhuar, shkaku që mund të humbet funksionin total nyja dhe të humb masën dhe forcën muskulare të muskujve përreth nyjes. Duhet të fillohet më njëherë pas largimit të imobilizimit. Gjithashtu, pas operimit duhet të ketë një konsultim me një fizioterapeut të trajnuar mirë, sepse ka disa ushtrime apo disa instruksione që mund të jipen që pasi që të largohet imobilizimi, pacienti apo fëmija të ketë më të lehtë rehabilitimin. Fizioterapia edhe në këtë çrregullim apo në këtë problem ka rol kyç për rikthimin në funksion normal të fëmijës. Sa më të shpejt. Sa më të shpejt dhe normal të fëmijës. Po. Mirë, po i bëjmë një krahasim tani midis qasjes të cilat përdoren në fizioterapi fëmijëve dhe të moshuarve, me qenë se janë dy kategori të ndjeshme në përgjithësi. Tani tek fëmijët i tham disa qasje, tani tek të moshuarit, tek ta jemi më shumë që dëshirojmë që ta ruajmë funksionin, sepse tek të moshuarit nuk kemi më që zhvillime dhe të tjera. Tek të moshuarit mundohem që ta ruajmë funksionin, masën, stabilitetin, forcën e muskujve. Gjithashtu mundohem që ta ruajmë lëvizshmërinë e artikulacioneve, që të mos krijohen shkurtime muskulare dhe të mos shkaktojnë pastaj ndryshime degenerative siç janë artroza dhe të tjera. Gjithashtu, këtu tek të moshuarit ndihmon shumë fizioterapia respiratore, që i themi ushtrimet e frymarrjes. Tek kjo kategori e pacientëve,
Fizioterapia ka efekt shumë të mirë edhe tek sëmundjet që disa mund t'i kenë kronike, siç janë hipertensioni, diabeti, ndërhyrjet kirurgjikale, kardiake, pulmonare, apo edhe ndërhyrjet kirurgjikale që janë në sistemin osteomuskular, siç mund të cekim për shembull ndonjë ndërhyrje për ndonjë hemiartroplasti të gjurit apo të kërdhokullave, ndërhyrjet tek unozat e shpinës dhe të tjera. Në rastin e të moshuarve, gjithmonë mundohemi të kemi një qasje më të butë, gjithashtu edhe tek fëmijët, shkaku që indet e ta mund të jenë pak më të dobta, siç janë disa çrregullime apo sëmundja e osteoporozës, dhe këtu do një qasje shumë delikate dhe të butë ndaj këtij pacienti. Kur përmendet osteoporoza, fizioterapia ka rol edhe parandalues të osteoporozës, sepse përshkruan disa lloj ushtrimesh me rezistencë që ndihmojnë tek metabolizmi i kockës dhe që të mos humben mineralet dhe që të mos humbet matriksi i kockës së brendshme. Lutem. Do është me shtu edhe diçka po? Jo. Ndihmojnë suplementet? Tani kemi dëgjuar shumë nga to, qoftë kolagjeni, qoftë glukozamina, janë një numër suplementesh të cilat u rekomandohen sidomos atyre të cilët janë në moshë pak më të shtyrë. Tani, duke marrë parasysh metodën se si ne po jetojmë dhe ushqimet që marrim nuk janë